sepse njerëzit nuk duan reklam, nuk duan stimul, se sa duan mesazhin. Kur unë fillova të bëja këtë gjë, jo vetëm u rrita, televizionet shqiptare filluan të vini re. Kishit 10 vjet në Shtetet e Bashkuara? Rreth 13 vite, që pak nga të tjerët. Nuk ka qenë imigrimi shkaku që u zhvendosa këtu, ka qenë dashuria. Pra, unë nuk kam qenë nga ata shqiptarë që s'doa të vija në Amerikë, dhe ai që fati më solli në Amerikë. Dhe u dashurove me një shqiptar që jeton në Amerikë, me siguri. Jo, ishte polako-amerikan. Do të thënë ndoqe bashkëshortin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe do thoni ju që si mori intervistën e parë. Intervistën e parë e mora shumë thjesht. I dërgoj mesazhe 2-3 gazetarëve. Kur dërgoj mesazh nuk thashë që më promovoni mua, po thashë, "Hey, më ka pëlqyer emisioni juaj. Unë doja të flisa për këtë temë sepse mendoj që do i interesonte shikuesit tuaj." Dhe shumica e televizioneve, nëse ju jepni një temë për shembull që është konkrete, që do japi vlerë, pra nuk është thjesht promocionale, ata duan kontent, një lloj si ndjekësit tanë duan kontent. Dhe do pranojmë. Ato intervista, njerëzit më pa me një sy tjetër, se tani unë kam qenë televizor, jo se unë çfarë thash, ose çfarë bëra ndonjë gjë të papar, po i përdora ato intervista për të rritur në karrierë.